shqisimi. Tu I kemi të pandehore. Është shumë lehtë, çdo kush mund të jetë subjektiv edhe mund të supozojë se këta janë në për ty. Ky identifikim... Ape qënë mikrofonin, se nuk Ky identifikim ka që dash bëhet në hetime. Dhe një shosha procedura e identifikimit, gjithë të njërë. Edhe një gjyshmi verbër mund të thotë, edhe mund të gjithë një supozim pa konstatim logjik, që këta mund tjetë, në vetë faktin që të akuzu. Nuk e ty identifikim të regullë, edhe pëse s'ka pik përshimi si nuk janë këta. Po me gjithate, ka bëjt të minja këtë vrejtë serioze, identifikimi këtë njërë. Mund të do që këta kanë qenë. Po, kanë të që pak ta thot avokati, po e shoh që keni ngriturën, gjithë shka do të shënohet proces verbal, vetëm ta morin reagimin, e kam vërejtje në këtë drejtim, pas që kjo është që ky identifikim është do të bëhet në hetime, edhe një gjysmë I verbër mund të thotë që këta kanë qenë. Sepse gjinët pandehojnë sallë. Edhe këtë bojmë me një dëshmitar për ka bosha, për ka përvoja, për ka edhe mund jetë shumë në ndikimin e atmosferës, në ndikimin e njësmarësve të në staj qashtë pedale. Mund të bje në ndikimin. Edhe çdo identifikim të I drejt apo I pa drejt, nuk është I sëndushëm pikpamje procedurale. Ku ke prokuria? Pavarësisht. A është I cëllu, apo sa I cëllu, apo janë ata personat të janë. Vlen shumë për të dyshu si është pa tepër një konstatim njohje logjike, jo njohje reale. Prokuria I ka pas 2 vite gati në kohë, në pa identifikimin në forma peqe, në forma pa treg. Avokat si e pat më shumë është? Po mund të jetë një identifikim ose konstatim që ky apo sa I person mund të jetë pa tepër logjik, jo real. Më shumë logjik se so real. Prokuria ka lëshu këtë veprim, ka pas ko bollë, mi identifiku, jo me shumë të moshën që rasti këto. Faleminderit. Granit nëse mund është një telefon, një mikrofon atër. Mund shumë me alë granitit të deklaruve. Po, nuk mërin më shumë. Sa mu e di unë, Cila është, po, granit të e në gjojnë? sa mu e di unë, shtëpia ku ku morë kërë në renta, është në kamera. Dhe shihet qartas në kanuka. Granit që ka kuptu, keni të drejtë tash në bo deklarime dhe të I pjesë me deklarime të dëshmitorëve, po a keni kundërshtim konkret, a keni ndonjë kërkesë prej trupit gjykues apo vetëm po I jeni në formë të zgjarimit? Jo, në veç përvoj pyetjen I në dëshmitarit. Tash vjen gati. Nëse s'ki diçka të vjen gati ta mund të thotë. Vjetër testa ta bëjë të dëshmitorin, por ullu, gani nëse s'ki diçka të tash ju vjen radhje dhe juve me parashkutje. Po, avokati na Trupi gjykues me vëmendje dëgjova vërejtjen e kolegut Drec. Dhe vërejtja e tij është tësisht e drejtë, është e ligjshme dhe ka mbështetje në kodin e procedurës penale. Kur është fjala për identifikimin e personave të cilët prokuria ka dilema, procedura është thjesht e thjeshtë. Do të bëhet radhitja e personave përgjithsisht të mënyra fizike të tyre profesionisht e njëjtë. Me radhit personat, atëherë do të bëjë identifikimin. Unë e shoh duhet të bëhet radhitja e personave ashtu siç parashit me dispozitën. Me dispozita ligjore, por afërsisht të konstruksionit të njëjtë. As mund me qenë identik, po njëjtë. Po ka pas mundësi, nuk e ka bën. Çështja tjetër. Ashtu I kemi 3 të akuzuar. Fokusi po dihet që automjeti po supozohet që ka marrë granit plata. Kjo tash e njëjtë person sa e quhet. Dhe kemi 2 tjerë.
Po supozoj se e di që veturën state ka marrë prova, po? Tash ne kemi dy tjerë. Ky tash me rastin e radhitës policisë, të cilët u shoqëru, atë po dihet që është kurse Popova edhe në Rusë. Po, ka pyetjet nuk bënë atë tema një personi, jo që jam këto dënjom. Jo, me a një persone, po kjo tha, kjo tha përgjigje me po nuk thyet e njo. Zotëri gjështon. Ja, unë pyeta se po kthehet, kjo sigurisht dikun mundet me thonë. Na po supozojmë, na kena përhjet sigurisë juridike. Dhe ne këtë po e bëjmë përhjet të sigurisë juridike. Edhe këtë, përse dhe një pyetje kom për këtë djalin. Apo ka tash Po kry. Trupi gjykus e ka marrë atë. Okay. Jo që dëshmitori të kthehet nga përkatishmet në sot, pasi që dëshmitori ta mund ta njohë, ndoshta mund ta njohë personin që ka qenë në deturën, që ka pozitë deturën regjinore. Ndërsa sa i përket çështjes së deklarimit, po na fillim njoftova me pasojat e deklarimit të rëndë. Aurela, mundesh më kryej prova? Vetëm që do të bëjë këto dëgjuse apo dëgjon? Ja pse s'po rregull. Aurela, mundesh më kryej prova edhe me shiku apo është në sol personin që ka qenë duke pozitur deturën regjinore pasi e ka marrë gravitet deturën sa. Mundesh më kryej prova edhe me po nëse po është personi a është krejtësor. Që krejtësor, o ka pa punësh, një një problem nga ndronë